Cili është gjykimi për ata njerëz që friksohen nga ardhmja apo pasuria? Kjo nënkupton se ata kanë ignorancë, mos them probleme, por ignorancë me çështjen e mbështetjes në Allahun, besimit në Zot, pra me çështjet e imanit apo me disa pjesë të imanit. Duhet me lexu pak më shumë edhe me u bind me zemër pak më tepër. E ardhmja është në dorë të Allahut, risku është në qiell, vetë Zoti posëdon riskun tënd, kush i mbështetet Allahut me mbështetje hakikat, Zoti ka me furnizuar siç e furnizon zogun. Kretë krijesat furnizohen nga Allahu. Risku është në qiell, askush nuk ta merr, as ti nuk mundesh me marr me zor, vetë sa ka caktuar Allahu. Prandaj jeta e besimtarit duhet të jetë sabër, bindje edhe në nështrim ndaj kaderit. Çka ka shkruar Zoti ka më bon, sebepet më marr me halal. Pra këtu është problemi i njerëzve të cilët kanë të lashe me pjesë të imanit, nuk po them me imanin. Këshilloj bashortin tanë që të lexoj më shumë rreth kësaj pjese me qëllim që ta tejkaloj këtë ankth. Ne themi të kalumën nuk duhet me çajt, po me marrë mësim prej të kalumës, të tashmen me jetu, edhe të ardhmen me lënë dorë të Zotit. Po, me planifiku për të ardhmen, po me lënë dorë të Allahut.